të ndalemi edhe më gjerë, çfarë simbolizon ndoshta dita e parë e Ramazanit për të gjithë besimtarët? Dita e parë e Ramazanit bën bashkë midis gëzimit që janë mbritën këtij muaji, pasi çdo besimtar musliman e konsideron një bekim të qartë dhe një mesazh eksplicit nga Zoti se jeni të bekuar që jeni në muajin e Ramazanit, veçanërisht ata të cilët kanë mundësi të agjërojnë, po dhe ata të cilët janë të justifikuar për arsye shëndetësore ose udhëtimi dhe situata të tjera, pasi ky është një muaj ku mëshira e Zotit, ndihma e Zotit është e shumëfisht për të gjithë. Kjo është dita e parë ku ndoshta mund të ndihet pak dhe ajo lodhja e etjes dhe urisë, po pikërisht në këtë ditë kuptohet ajo brishtësia që ka gjithë secili për nesh. Pra kuptojmë këtë ditë që jemi të brisht, pa një gotë ujë, pa një racion ushqim, pa ato orë të nevojshme të gjumit, njeriu nuk mund të qëndrojë ndoshta as në këmbë. Na koron atë arrogancën, atë mendjemadhsinë, atë vetmjaftueshmërinë që shpesh na kap, sidomos kur na krijojnë ca kushte dhe jemi të fuqishëm. Kjo ditë e parë na jep të mësim për të kuptuar që jemi qenë të brishta dhe nuk ka arsye për të qenë as mendjemadh, as arrogant ndaj askush tjetër. Në fakt nuk ka arsye për të qenë në këtë lloj forme për gjatë gjithë vitit, po këtë vit e kemi më të qartë, e kemi më të prekshme. Po. Si duhet të përgatitet shpirtërisht dhe praktikisht një familje për këtë muaj? Pra ka një lloj procesi? Po, jam i sigurt që në çdo familje muslimane shqiptare është të bërë kjo bisedë paraprakisht që kur është orari për të zgjuar në mëngjes, kur po zgjohemi, sa kohë na duhet të bëjmë gati syfyrin, këtë do ftojmë për iftar, kujt do t'i përgjigjemi nga ftesat e shumta që na vijnë për iftar, pra ka një parapërgatitje dhe kjo është dobia e parë e këtij muaji, pasi familjen e pasuron edhe më tepër. Nëse ditë të tjera kemi qenë të shpërndara, do duhet që të bashkohemi së paku në dy sofra, në atë të mëngjesit. I bashkon në muaj Ramazanit pjesën më të madhe të shqiptarëve në këtë muaj? Patjetër, madje është kthyer dhe në një lloj trendi, një lloj tendence interesante që në kohën e iftarit pothuajse restorantet kryesorë janë të rezervuara nga këto darkat familjare dhe mes miqve që ndoshta për një vit nuk kanë patur mundësi të bëhen bashkë. Është një mundësi e mirë për të bashkuar gjithë fisin të afërmit, të dashurit, në mënyrë që me